Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Triksa e haron përfundimisht Donaldin në krahët e të dashurit të ri. Rreth 3 vite pas historisë së shumë përfolur me Donald Veshajn, Beatrix Ramosaj ka zgjedhur të qëndrojë larg vëmendjes mediatike dhe të nisë një jetë të re në SBA. Kohët e fundit Beatrix ka dhënë disa sinjale që sugjerojnë se ajo ka gjetur sërish dashurinë. Një postim në Instagram, ajo ndau një foto me mbishkrimin "të dua", gjë që nxiti aludimet për një lidhje të re. Sipas burimeve, Triksa është në një marrëdhënie të re me një partner të huaj, të cilin e mban larg vëmendjes së rrjeteve sociale. Miqtë e saj të afërt mbeten të rezervuar për të dhënë detaje, duke shtuar mëtej misterin. Për momentin publiku mbetet në pritje të një konfirmimi apo një postimi të drejtpërdrejtë nga vetë këngëtarja.